Prindrit e fëmijëve që u elmuan nga ushqimi me salmonel në kopshtin numër 1 në Gramsh kanë dalë sot në protestë para bashkisë, duke kërkuar zbardhjen e ngjarjes. Për mediat ata shprehin shqetësimin për sigurinë e fëmijëve të tyre, ndërsa hedhin akuza se ngjarja është tentuar të mbahet e fshehtë. Kryetari i Bashkisë së Gramshit, Besion Ayazi, thotë se nuk bëhet fjalë për 72 të prekur, por për 14 raste, 6 prej të cilëve kanë marrë shërbim spitalor. Ai adresoi edhe akuzat për fshehje të ngjarjes, duke thënë se nuk mund të mbulohet dielli me shosh, ndërsa shtoi se nuk ka patur as presione apo intimidime, por duket se edhe hetimi i nisur do të marrë krejt një rrjedh tjetër. Prokurori i ngarkuar me zbardhjen e së vërtetës së elmimit të fëmijëve në Gramsh është vëllai i kryetarit të bashkisë, Besion Ayazi, kreu i Bashkisë së Gramshit dhe vëllai i Kreshnik Ayazit, krye prokuror në qarkun e Elbasanit, ka folur në lidhje me infektimin me salmonel të fëmijëve në kopshtin publik numër 1 të Gramshit. Sipas tij, bëhet fjalë për disa raste të izoluara, ku disa fëmijë janë paraqitur në spital me simptoma të dyshimta, ndërsa deri më tani nuk ka asnjë konfirmim për elmim masiv apo për shkaqet e sakta të gjendjes së tyre shëndetësore, pasi analizat ende nuk kanë përfunduar.